Përshëndetje, jeni me magazinën informative 21 drejt për drejt. Ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarit të Radio Televizionit 21 për kritikat për zvarritjen e konstituimit kuvendit, tha se po u jepet kohë partive politike për marrëveshje rreth krijimit të institucioneve e veçmas pozitës së presidentit. Ajo tha se po respekton kushtetutën dhe rrjedhën e afateve për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit. Haxhiu foli edhe për kryeprokurorin. Nuk kam parë kritika nga deputetët e partive opozitare apo nga lëvizja vetëvendosje. Kam parë kërkesa nga organizata të shoqërisë civile, të cilat më kanë kërkuar që sa më parë të thrasë seancën konstituive. Ju e dini shumë mirë që Kushtetuta e Republikës Kosovës jep të drejtën presidentit, në këtë rast mua, me që jam ushtruese detyrës së presidentës së Republikës Kosovës, 30 ditë afat për të thirrur seancën konstituive. Duke pasur parasysh që në momentin kur Kuvendi i Republikës Kosovës konstituohet, duke i pas parasysh numrat në Kuvendin e Republikës Kosovës, ai do të konstituohet, pra nuk do ta kemi problemin e fillimit të vitit apo të prillit të vitit kaluar. Pra duke qenë që pas konstituimit të kuvendit fillojnë të rrjedhin afatet kohore për zgjedhjen e presidentit, pra janë 60 ditë pas konstituimit të kuvendit të Republikës Kosovës, e kam vlerësuar që t'u jap partive politike kohën në dispozicion në mënyrë që të mbrimte një marrëveshje që sapo pastaj të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, të mos ketë nevojë që të presim 60 ditë për të zgjedhur presidentin, ose të mos vinë në një situatë që nuk besoj që dikush e do, që mos ta zgjedhin presidentin dhe të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo nuk është e mirë as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe nuk mendoj që nga kjo situatë do të përfitonte dokush nga subjektet politike apo individ për brenda subjekteve politike. Prandaj, si ushtruese detyrës së presidentës, unë i kam mirëpritur takimet e zhvilluara me ftesë të kryeministrit dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje zotit Albin Kurti. E kam vlerësuar pozitivisht çastjen e LDK-s dhe PDK-s, pra që kanë pranuar që të vazhdojnë këto takime. Nuk më duket mirë që tashmë LDK-ja ka pezulluar si me thënë takimet për të arritur një marrëveshje. Ftoj edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesave për takime, sepse nuk mund të kemi marrëveshje pa pas takime. Prandaj çastja serioze, konstruktiviteti në këto diskutime sjellte një marrëveshje. Edhe një herë duhet të theksoj, siç kam thënë më përpara, qytetarët e Republikës së Kosovës përmes votës së tyre i kanë ndëshkuar bllokadat apo çndrimet bllokuese, të cilat pamundsojnë që ta zgjedhin presidentin e vendit. Kosovës i duhet një president me mandat 5 vjeçar, prandaj rreth kësaj duhet të ketë përpjekje maksimale, pra duhet të ketë përbashkim nga të gjitha palët. A keni përgjigje për kritikat se kryeprokurorin Zanula Gashi keni drejtuar për rekord? Vetëm se është pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Qysh është pjesë e lëvizjes vetëvendosje? Kështu është po. Më vjen shumë keq, por kryeprokurori Zanula Gashi nuk ka ardhur nga rruga që të bëhet kryeprokuror. Ai ka qenë kryeprokuror i prokurisë themelore. Prandaj këto deklarata të është pjesë e lëvizjes vetëvendosje përbes janë qesharake. Dhe nuk e di se nga kush kanë ardhur, por janë, si më thënë, përpjekje dashakeqe për me dëmtu një proces që ju gjithë e keni parë, që është mbikëqyr edhe nga organizatat kredibile të shoqërisë civile dhe po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar e kanë përshëndetur këtë emrim, ndërsa organizatat e shoqërisë civile më kanë bërë thirrje që sa më shpejt të emërohet kryeprokurori i shtetit, duke pasur parasysh që Kosova është më shumë se 4 vite me UD kryeprokuror të shtetit. Unë zotit Gashi uroj sukses dhe punë të mbarë në punën e tij. Është shumë e rëndësishme ajo çfarë ja kam thënë në takim në ditën kur e kam emëruar që mandatin e tij, përgjegjësinë e tij ta ushtroj me përgjegjësinë më të lartë institucionale, me integritet të lartë profesional e moral dhe me përpjekje maksimale për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, në mënyrë që në Republikën e Kosovës të mos ketë zyrtar të korruptuar që ndihen të paprekshëm dhe të mos ketë përpjekje për të destabilizuar në çfarëdo forme
ndonjë pjesë të territorit të Republikës Kosovës, siç ka ndodhur referuar sulmit në Banjsk apo në Ibër Lepensk. Pra është shumë e rëndësishme që detyrat të kryhen me profesionalizmin më të lartë. Ata që thonë që është në vetëvendosje, le të vazhdojnë ta bëjnë. Zonja Presidente, është një postim i fundit i në kryetarit LDK-s, i cili thotë që LDK-ja është partia e idealistëve, PDK e kryen grefësve, ndërsa vetëvendosje e të pakënaqurve. Si e komentoni këtë deklaratë? Nuk e komentoj fare, se shpunimi atë komentoj deklarata të tilla. A jeni ofër një marrëveshje me LDK-n apo janë larguar? Ju e dini shumë mirë që përpjekja serioze e kryeministrit Kurti po vazhdon. Kryeministri Kurti ka ftuar partitë politike për këtë qëllim, por LDK i ka pezulluar negociatat, ndërsa PDK ka pasur qëndrim të vet dhe AK-ja nuk i është përgjigjur pozitivisht ftesës. Nuk mund të ketë, si me thënë, detyrime për t'ju përgjigjur këtyre takimeve, por është shumë e rëndësishme që për hir të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe për vetë shtetin tonë, që të ketë përpjekje maksimale që ta gjejmë një zgjidhje. Askush, siç e përmenda, nuk i do zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës, sepse nuk do të zgjedhin asgjë. Pikërisht për shkak të kësaj që ata të DDK-ja vetë i ka pezullu, PDK-ja ka qëndrimin e vet, dhe AK-ja në këtë rast. A keni me thirrë seancën, a keni bisedu prap apo se keni me thirrë seancën për konstitucion? Tash, afati kushtetues është deri më 7 gusht. Dhe në fillim të gushtit do të ketë seancë konstituive, javën e ardhshme, ju premtoj që do ta dini ditën e saktë edhe orën e saktë. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për deputetët, që në seancën konstituive të jenë të gjithë 120 deputetët, ashtu siç edhe thekson aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Deputeti i zgjedhur i LDK-s Lutfi Haziri ka reaguar në profilin e tij në Facebook, teksa partia e tij po bën përgatitjet për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, në të cilin do të vendoset për shkarkimin ose jo të kryetarit Lumir Abdi Gjiku. Haziri ka thënë se LDK është partia e idealistëve dhe se idealistët janë antarësia e partisë. Në Kosovë, historia na ka mësuar që LDK është partia e idealistëve, PDK është partia e kryengretësve dhe vetëvendosja është partia e të pakënaqurve, shkroi Haziri. Deputeti i PDK-s Jakub Nura ka kërkuar nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu që sa më parë të thërasë seancën për konstituimin e kuvendit. Zvarritja për thirrjen e seancës sipas deputetit Nura ndërlidhet me mungesën e numrave që ka lëvizja vetëvendosje për formimin e institucioneve. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, deputeti Nura tha se lëvizja vetëvendosje e ka humbur besimin për bashkëpunim me partitë e tjera parlamentare. Albulena Haxhiu si ushtruese detyrës presidentes, detyrat e veta i din realisht edhe asaj na i takon që ta ftoj seancën konstituive sa më parë që të është e mundshme. Të e ditë që Kosova lëngon tash një vit ose edhe me tepër për krijimin ose në mungesë të institucioneve të vendit. E gjithë kjo vënejës e ka vetëm një shpjegim. E ka një shpjegim të cilin shihet qartë që partia fituese tani me vetëvendosje nuk i ka numrat për t'i krijuar institucionet e vendit. Edhe një fakt tjetër është i cili e vërteton një diçka jashtëzakonisht të rëndësishëm që vetëvendosja tani më e ka humbë besimin e partive tjera ose partive opozitare që t'i bashkohen partisë fituese, që t'i krijojë institucionet, për arsye se është vërtetuar që vetëvendosje nuk është një parti serioze, nuk është një parti e cila punon për interesin e qytetarëve dhe interesin e Kosovës. Politologu Albinot Maloku tha se lëvizja vetëvendosje përmes një marrëveshje politike duhet gjejë zgjidhje për formimin e institucioneve në mënyrë që Kosova të mos shkojë në zgjedhje. Sipas tij, deklaratat e kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Gjiku se ndërprerja e bisedimeve me Kurtin për shkak të zhvillimeve brenda LDK-s mund ta lë Kosovën pa institucione nuk janë të duhura. Nga fjalimi i zotit Abdi Gjiku, ai me vullnetin e tij i la pesh lidhjes demokratike të Kosovës, thua që gjithë
foj për mosformimin e institucioneve të Republikës Kosovës është i rrjedhave të ndodhura në lidhjen demokratike të Kosovës, që unë nuk besoj, për faktin që lidhja demokratike e Kosovës është vetëm një subjekt politik në vend dhe nuk është me kapacitetin që ka, nuk është promotori i shtyrjes së bërjes së mosbërjes së institucioneve. Është subjekti i parë politik i cili konsideroj që duhet të gjej energjinë dhe të manovroj maksimalisht që të provoj edhe me subjekte të tjera politike për gjetjen e rrugë zgjidhjes në mënyrë që Kosova të mos shkojë prapë në një proces zgjedhor. Në anën tjetër, pa një marrëveshje politike, subjekti i parë me dominancën e numrave në Kuvendin e Republikës Kosovës mund të konstruojë kuvende dhe bëjë qeverinë. Rekomandimi ka qenë që të kemi një marrëveshje politike paraprakisht në mënyrë që çështja e zgjedhjes së shefit shtetit mos jetë pengesë e cila do të prodhohet pas përfundimit të këtyre dy proceseve, gjithsesi krejtësisht kushtetuese dhe ligjore. Mirë po, për arsye të mos pasë kësaj pengese është rekomanduar që të kishte një marrëveshje. E njëjta nëse nuk bëhet, atëherë Republika e Kosovës potencialisht mund të shkojë në zgjedhje. Ministri i Jashtëmi i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka njoftuar se në margjinat e një takimi të ministrave në Washington është takuar me homologun serb Marko Đurić, të cilit i ka përcjell qëndrimin e Shqipërisë lidhur me deklaratat për spastrim etnik të Kosovës të bëra nga ministrja serbe Snežana Paunović. Ritheksova qëndrimin e qartë dhe të palëkundur të Shqipërisë lidhur me deklaratat e papranueshme dhe të papërgjegjshme të bëra së fundmi nga një anëtare e qeverisë së Serbisë. Nënvizova nevojën për të refuzuar pas një mëdyshje retorikën që nxit tensione, minon stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal, si dhe bie ndesh me frymën e marrëdhënieve të mira fqinësore dhe vlerave evropiane, shkroi Hoxha. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, ka thënë se në qeverinë e Serbisë s'duhet të ketë vend për një politikane, sikurse ministrja Snežana Paunović. Teras ka thënë se një mënyrë e tillë të menduarit shkatron dialogun me BE-n, sepse është plotësisht kundër vlerave evropiane. Kjo lloj deklarate nga një ministre në detyrë është e papranueshme. Ky lloj mendimi shkatron gjithashtu dialogun me BE-n, sepse bie në kundërshtim të plot me vlerat e BE-s. Sipas mendimit tim, një politikane si Paunović nuk duhet të ketë vend në qeverinë serbe në rast se Serbia dëshiron të mbajë ndonjë marrëdhënie konstruktive me BE-n, ka thënë Teras. Eksperti i antiterrorizmit Kol Krasniqi, duke komentuar deklaratat e ministrës serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve, tha për televizionin tonë se deklaratat e tilla paraqesin orientimin strategjik të Partisë Socialiste Serbe për Kosovën. Krasniqi gjithashtu tha se këto deklarata kanë për qëllim që të matin interesin e bashkësisë ndërkombëtare për Kosovën. Deklarata ministrës serbe Paunović është një deklaratë jashtëzakonisht e rëndë dhe si e tillë papranueshme dhe plotësisht e papajtueshme me funksionin e një anëtare të qeverisë e cila gjeografikisht figuron në territorin e Evropës. Këtu duhet të themi se nuk bëhet fjalë vetëm për një gafë terminologjike, por për një formulim të paramenduar të një anëtare të qeverisë serbe, e cila si e tillë e legjitimoi veprimin kriminal të ushtrisë serbe gjatë kohës së luftës këtu te ne në Kosovë, për cilën veprime natyrisht kishte edhe aktgjykime ndeshkuese dhe ishin zhvilluar edhe disa procedura në gjykatën penale ndërkombëtare. Si e tillë, kjo deklaratë përban një gjuhë të fuqishme të urrëties, nxit diskriminimin etnik dhe arsyeton promovimin e një veprimi kriminal dhe si e tillë paraqet një vepër konkrete penale të nxitjes së urrëties dhe mosdurimit kombëtar, për cilën ose si e tillë kjo vepër është ndeshkuar sipas legjislacionit penal të Kosovës ashtu edhe të Serbisë. Dhe në këtë drejtim përshëndeti veprimin e qeverisë së Kosovës, e cila u karakterizoi me ngritjen e një kallëzimi penal pranë prokurisë speciale, dhe prokuria speciale ka legitimitet për procedimin e kësaj vepre, për faktin se sipas legjislacionit tonë, kompetenca për fillimin e një hetimi ne autorizon institucionet si ato në vendit ku ndërmirret veprimi, ashtu edhe në vendin ku shkaktohet pasoja dhe deklarata e saj, edhe pse është kryer në Beograd,
pasojat e saj na janë të shkaktuar drejt për drejt në territorin e Kosovës dhe juridikisht autoritetet tona mund të fillojnë hetimet, mund të zhvillojnë, mund të ngritet edhe një akuzë, mirë po sipas legjislacionit tonë pozitiv, gjykimi nuk mund të zhvillohet pa prezencën e të pandehurit dhe Kosova duhet të shfrytëzoj të gjithë mekanizmat diplomatike dhe ndërkombëtar me qëllim që ta mundëson sjelljen e të pandehurit të ne në Kosovë, çka nëse jemi realisht mundësia sjelljes së saj para gjykatave vendore për këtë deklaratë është në kushtet bashkëkohore dhe rrethanat bashkëkohore kur merren parasysh orientimet strategjike të kreut të qeverisë serbe janë minimale. Pse mendoni se pikërisht në këtë kohë u rikthye kjo retorikë? Këtu duhet me pas parasysh se qëllimi i kësaj deklarate e cila është kthy 27 vjet pas përfundimit të luftës ka për qëllim mobilizimin e opinionit nacionalist serb në radhë të parë, natyrisht, edhe për faktin se pikërisht kjo ministre ka deklaruar se nuk heq dorë nga politikat dhe strategjitë e partisë së saj dhe në këtë aspekt e pat edhe pram reagimin pozitiv të kreut të Partisë Socialiste Serbe, e cila qëndroi fuqishëm prapa deklaratës e Paunovicit, çka do të thotë se këtu bëjmë për një orientim strategjik të një partie politike në raport me Kosovën. Në anën tjetër, duhet me pas parasysh se kjo deklaratë përpiqet natyrisht ta relativizoj, përkatësisht ta rishkruaj historinë e luftës e cila si e tillë është e qartë, jo vetëm në Kosovë ose në vendet e Ballkanit, por kudo në opinionin publik ndërkombëtar. Në anën tjetër, pikërisht kjo deklaratë ka dhe një funksion friksues ndaj komunitetit shqiptar dhe popullsisë shqiptare e cila jeton në Kosovë dhe në vende të tjera të rajonit të Ballkanit dhe natyrisht mbi gjitha unë besoj se kjo deklaratë ka pas edhe për qëllim që ta teston reagimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se deri ku mund të shkojë me retorika dhe me aktivitete provokative administrata serbe në raport me Kosovën, mirë po këtu duhet ta përshëndesim reagimin e fuqishëm të Bashkimit Evropian dhe të Mbretërisë së Bashkuar të Anglisë, të cilat e kanë gjykuar në gjitha aspektet deklaratën e tillë si deklaratë të papranueshme dhe natyrisht tendencioze dhe në konflikt të drejt për drejt me aspiratat demokratike dhe me përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare që ndikojnë në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. A mund të jetë shfrytëzimi i situatës për destabilizim të gjendjes së sigurisë në mungesë të institucioneve në Kosovë? Ka elemente të tilla dhe këtu duhet me pas parasysh se mungesa e konstituimit të institucioneve tona shtetërore natyrisht ndikon në mënyra të tilla dhe s'po shfrytëzohet në mënyra të tilla edhe për propagandë negative në raport me Kosovën, po shfrytëzohet edhe me qëllim të përhapjes së dezinformimeve të ndryshme jo vetëm në Ballkan, por edhe në opinionin ndërkombëtar dhe si e tillë po reflektohet edhe në tensionimin e raporteve ndërretnike dhe mbi gjitha në dobësimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës në raport me Serbinë dhe natyrisht edhe në raport edhe me përpjekjet e Bashkisë Evropiane dhe Bashkisë ndërkombëtare që përmes presioneve të ndryshme diplomatike që t'i orientojnë dy shtetet, të Kosovën dhe Serbinë në realizimin e një marrëveshje afatgjate të paqes dhe krijimin e kushteve për bashkëjetesë në një rajon të caktuar gjeografik që është Ballkani Perëndimor. Lista serbe ende nuk ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të ministrës serbe për administratë publike dhe vetë qeverisje lokale, Snežana Paunović, e cila tha se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Deklaratat e saj kanë nxitur reagime të ashpra në Kosovë, në rajon dhe nga Bashkimi Evropian. Institucionet e Kosovës i kanë cilësuar deklaratat si nxitje të urrëties dhe glorifikim të krimeve të luftës, ndërsa kanë ndërmarrë masa ndaj ministrës serbe duke e shpallur atë person non grata dhe duke e dorëzuar kallëzim penal për deklaratat e saj. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga vitet e 90-ta, Muharrem Shabani, tha për televizionin ton se institucionet në Kosovë duhet ta kuptojnë se pa Shaban vendi e ka të vështirë të ecë përpara. Deklarimet e Shabanit pasuan deklaratat e ministrës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve.
Shabani ndër të tjera shta se kjo deklarat pasqyron mentalitetin e pandryshueshëm të fqinjit verior të Kosovës. Sot Kosova pa institucione funksionale, ndërsa kemi deklaratet të tilla 36 vjet pas zhvillimeve të viteve të 90-ta, por edhe 27 vjet pas luftës. Pse mendoni se ndodhi pikërisht në këtë kohë një deklaratë e tillë? Thonë sinqerisht, nuk kom prit që do të kalojnë 36 vite nga deklarata e dy korrikut mbi pavarësinë, nga kushtetuta e Kaçanikut, e cila e shtatatorit 90-s, e cila ka qenë një kushtetut ma demokratike në Evropë, e cila ka trajtuar në mënyrë të barabartë të gjitha mendoj komunitetet në Kosovë, s'kemdesht edhe serbet edhe tjerë me trajtu si pakisë, por barabartë me popullatën shumicë që janë shqiptare, por të tillë e kemi mendoj mentalitetin e fqinjve tonë. Ne na duhet që me aleat, me miq, mos të kujtojmë se ne vetëm mund që ndrojmë në njanimin e gjithë tyne turreve ndaj Kosovës, por do të jemi, mendoj, koordinuar me aleate dhe me miq, sidomos miqtë amerikanë. Se sot në Evropë but u reaguar ndaj kësaj deklarate fashizoide të ministrës së Serbisë, me përjashtim të anglezëve që ishin në nivelin e saktuar, po edhe disa organeve këtu kemi për fat keq. Në shtetin shqiptar, ajo Shqipni çfarë ka mbetet sungume, heshtje vetëm një deklarim i njanshëm, rreth saj që është dashur mendoj të jetë më i koordinuar, më real rreth kësaj gjëje. Shtetet e Bashkuara thanë se janë në pritje të krijimit të kushteve për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën, duke theksuar se ato përfshin edhe përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj pakicës serbe. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit rikujtoi se dialogu strategjik u pezullua në shtator të vitit 2025 për një periudhë të pacaktuar për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës. Ne mbetemi të përkushtuar për avancimin e interesave të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe popullit Kosovës. Departamenti i Shtetit nuk dha një afat se kur mund të nisë dialogu strategjik dhe nuk i specifikoi më shumë hapat që i pret nga autoritetet e Kosovës. Përgjigjja vjen në ditën kur Washingtoni nis rundin e parë të dialogut strategjik me Serbinë, një proces që synon thellimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha si siguria, ekonomia dhe politika e jashtme. Analisti politik Afrem Kasolli thot se kurzimi amerikan për nisjen e dialogut strategjik me Kosovën me plotësimin e obligimeve për serbët është një goditje për vendin tonë. Sipas tij, ndër kushtet që SBA po i kërkon të përmbushën nga Kosova është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ai shton se këto kushtëzime janë pasojë edhe qasjes së qeverisë Kosovës ndaj projektit të gazit amerikan. Kasolli, Departamenti Amerikan i Shtetit e bëri të qartë se nuk do të ketë dialog strategjik me Kosovën pa u përmbushur kushtet, sidomos zotimet ndaj serbëve, siç ka thënë nga ana e Kosovës. Çfarë nuk kupton një gjë e tillë për Kosovën? Po në fakt, deklarimet e sotme të Departamenti i Shtetit vetëm i konfirmojnë ato arsyet për cilat ishte pezulluar dialogu strategjik, sepse ne gjithëve na kujtohet në komunikatën e saj ambasada amerikane i kishte specifikuar qasjen e njanshme të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore dhe të mos harrojmë në atë kohë ishte orkestruar një fushat e sulmeve brutale ndaj gjykatës kushtetuese, gjë që pa të ndikuar që të jenë të revoltuar e të frustruar administrata amerikane me sjelljet e qeverisë së Kosovës në raport edhe me këtë instancë gjyqësore. Prandaj tashmë Kosova si bëhet e ditur në një farë mënyrë që çdo thellim më të tjeshëm i raporteve bilaterale, diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kalon nga zbatimi disa obligimeve që ka marrë Kosova në raport me partnerët ndërkombëtar sa i përket edhe marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Nuk ka diskutim që kjo është një goditje për shtetin e Kosovës, për shkak se në njëjtën kohë, po ashtu Serbia vetëm po e fillon atë lloj të procesit diplomatik me SBA, ndërkohë ne po e humbim apo themi e kemi të pezulluar atë që e kishëm, ndërkohë vendi ynë fshin armiqësor i Kosovës po e fiton atë që nuk e kishte deri më tani.
kushtet e përmendur për serbët e Kosovës, çfarë përfshin sipas jush? Asociacionin e komunave shumicë serbe apo edhe kushtet e tjera? Po dy unë mendoj, dy janë kriteret kryesore të cilën qeveria e Kosovës duhet të tregohet kooperative më shumë me partnerët ndërkombëtar në raport me pjesën veriore. E para është që të mos i përsërisë ato që ata në vazhdimsi kanë kritikuar si çështjet e njëanshme, si sjelljet e njëanshme të qeverisë së Kosovës, që pa paralajmërim të partnerëve ndërkombëtar ka intervenuar në pjesën veriore. Dhe kjo është njëra prej cilat ata kërkojnë një koordinim më të madh, një bashkëkoordinim se si do t'i qasen problemet e veriut, dhe tjetra jam i bindur që ka të bëjë sepse edhe me zbatimin e obligimeve që dalin nga bashkësia e komunave, nga se një gjë e tillë është e konfirmuar në mënyrë të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në ligjin e ri të mbrojtjes së SBA-ve, edhe në dokumente tjera të Departamentit të Shtetit, ku Kosovës i bëhet thirrje që t'i zbatojë obligimet që dalin nga marrëveshja për normalizim, por të mos harrojmë edhe një fakt tjetër që ndoshta nuk është i specifikuar, por është edhe një arsye reale, ka të bëjë edhe me telashet që kanë lindur edhe me gazin amerikan. Për shkak sepse Serbia po e fillon këtë proces të dialogut me SBA-t, pa u kushzuar që edhe ajo t'i kryjë obligimet e saj në raport me Kosovën, por për shkak sepse e njëjta është pajtuar që ta diversifikoj do thotë energjinë e saj duke i krijuar çështje gazit të lëngshëm amerikan, ndërkohë Kosova pavarësisht deklarimeve formale të zyrtarëve të qeveritar që po thonë se nuk janë kundër këtij projekti, në njëjtën kohë po shihet që me veprime konkrete po e minojnë realisht zbatimin e tij. Dhe unë besoj që këto sjellje të qeverisë së Kosovës nuk kanë kaluar pa u vërejtur nga Departamenti i Shtetit, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që kanë ndikuar që të merr pojena negativ në raport me SBA-t, sepse është e qartë, duhet njëherë për gjithmonë duhet të kuptohet, do thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës interes primar tashmë e kanë, do thotë, diversifikimin e burimeve energjetike, e thotë edhe raporti i fundit i Departamentit të Shtetit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me një objektiv madhor, çlirimin përfundimtar të jo vetëm të Ballkanit, por në përgjithësi të Evropës nga burimet energjetike ruse. Pa plotësim të këtyre dy kushteve që përmendet më parë, s'do të ketë rinisje dialogu. Në bazë të situatës aktuale unë jam skeptik se mund ndodhë një gjë e tillë, po ashtu këtu duhet kujtuar faktin se presionet e kësaj natyre mbi Kosovën po artikulohen edhe nga Bashkimi Evropian. Ne kemi pasur rastin ta ndëgjojmë para pak vite të dërguarin e dialogut për këtë proces zotin Sorensen, i cili tha që tashmë nuk ka asnjë rëndësi pse nuk figurojnë në nënshkrime sa i përket këtyre marrëveshjeve për Brukselin. Kjo marrëveshje është valide, gjë që e konteston interpretimin zyrtar të qeverisë së Kosovës se një marrëveshje e tillë nuk ka validitet për aq kohë sa mungon nënshkrimi i dy prej udhëheqësve kryesor të shtetit, atij të Kosovës dhe të Serbisë. Pra shihet qartë që Kosova po përballet me një lloj presioni ndërkombëtar që t'i zbatojë këto obligime si nga Brukseli, ashtu edhe nga Washingtoni, që e qesin në një pozicion kogja serios të disfavorshëm në raport me bashkësinë ndërkombëtare, por prapë unë po them dhe po insistoj që krahas këtij dimensioni, një arsye pse kemi këtë lloj çështje të SBA-ve në raport me Kosovën, edhe me dialogun strategjik, ka të bëjë edhe me mospërfilljen e kërkesave të SBA-ve për të krijuar akses gazit të lëngshëm amerikan, gjë që Serbia dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor po e plotësojnë, sepse siç e thash në fillim të kësaj interviste, Serbisë nuk i është kërkuar që e njëjta t'i zbatoj pa ekivoke detyrimet që i ka dhe ajo në raport me Kosovën që dalin nga kjo marrëveshje, por për shkak të vendimorjes së saj për të sankcionuar, e para do thotë për ta eliminuar gjithnjë më shumë naftën ruse në Serbi nëpërmjet industrisë së naftës NIS apo si quhet, dhe tjetra krijimit akses të gazit të lëngshëm amerikan, do thotë ka krijuar një favor sa i përket politikave energjetike në raport me partneritetin e SBA-ve. Duhet ta themi qartë sepse çështja e SBA-ve në raport me jo vetëm me Evropën, por edhe me Ballkanin Perëndimor tashmë ka ndryshuar, ajo është e brendashkruar në dokumentet e saj kryesore strategjike, ku thuhet që epoka e shtetëndërtimeve, epoka e intervenimeve dhe shpëtimeve humanitare ka përfunduar për Washingtonin. Tash e tutje do thotë raportet ndërmjet superfuqisë planetare dhe këtyre vendeve mas të madhe do të kurzohen nga partneritetet dhe përfitimet e ndërsjella. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka paralajmëruar se ngërçi i zgjatër politik dhe mungesa e institucioneve të reja po e dëmtojnë seriozisht pozitën e Kosovës në raport me aleatët ndërkombëtar.
A i theksoi se vendi nuk mund të avancoj prioritetet e tij strategjike pa institucione funksionale dhe një qeveri me mandat të plot. Hovënjir tha se pezullimi i dialogut strategjik me Washingtonin është tashmë një pasojë konkrete e situatës politike në Kosovë. Sipas tij, Prishtina duhet të veprojë më shpejt në çështje kyçe, përfshirë energjinë dhe obligimet ndaj komunitetit serb nëse synon të forcojë marrëdhëniet me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka përmbyllur aktivitetet e javës agjencisë të organizuar në moton 20 vjet transparent dhe integritet, duke rritur besimin duke parandaluar korrupsionin, ku vlerësua roli i institucionit në forcimin e integritetit institucional dhe parandalimin e korrupsionit në Kosovë. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu tha se lufta kundër korrupsionit është një proces i vazhdueshëm dhe i domosdoshëm për ruajtjen e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Drejtori i Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, Yll Buleshkaj, tha se historia e institucionit është e lidhur ngushtë me zhvillimin e kulturës së integritetit institucional në Kosovë. 20 vjet janë dëshmi e pjekurisë së një institucioni, por kur misioni është mbrojtja e interesit publik, çdo vit është një provë në vete. Sepse korrupsioni nuk pushon kurrë. Ai ndryshon formë, kërkon rrugë të reja dhe përpiqet të deportojë aty ku institucionet dobësohen dhe ku vigjilenca zbehet. Korrupsioni nuk vjedh vetëm paranë publike. Ai vjedh mundësinë, ai e vjedh drejtësinë, e vjedh edhe besimin. Dhe kur qytetarët humbin besimin se ligji vlen njësoj për gjithë, humbet shumë më tepër se sa një procedurë administrative. Pra humbet ajo që për ne është shumë e rëndësishme e që është besimi i qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Që nga dita kur mora përgjegjësinë për ta udhëhequr këtë institucion, kam besuar se agjencia nuk duhet të jetë vetëm një institucion që administron procedura. Agjencia duhet të jetë një institucion që krijon besimin e qytetarit në institucionet e Republikës së Kosovës. Jo një institucion që ndërshkon, por që parandalon. Një institucion që udhëheq me shembull, një institucion modern, me një filozofi që kemi punuar gjithë këtyre viteve. Kemi përshpejtuar transformimin digjital, kemi zgjeruar shërbimet elektronike, kemi rritur transparencën, kemi forcuar mekanizmat për deklarimin e pasurisë, për sinjalizimin, për konfliktin e interesit, për dhuratat zyrtare, për mbrojtjen e sinjalizuesve, për vlerësimin e rrezikut kundër korrupsion. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, tha se lufta kundër korrupsionit kërkon angazhim të përbashkët të institucioneve të drejtësisë, organeve të pavarura, ekzekutivit, shoqërisë civile dhe qytetarëve. Gashi i bëri këto komente në ceremoninë e 20 vjetorit të themelimit të Agjencisë për parandalimin e korrupsionit. 2 dekada punë në promovimin e transparencës, integritetit dhe parandalimin e korrupsionit përbëjnë një kontribut të çmuar për ndërtimin e institucioneve demokratike, llogaridhënëse dhe forcimin e besimit të qytetarëve. Lufta kundër korrupsionit kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, ku institucionet e drejtësisë, organet e pavarura, ekzekutivi, shoqëria civile dhe qytetarët veprojnë të koordinuar dhe me përgjegjësi të përbashkët. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Agjencisë për parandalimin e korrupsionit ka një rëndësi të veçantë. Ky bashkëpunim Kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku, si dhe Ismet Haxha, Rustem Rukolli, Recep Gjota, Fatmir Mjaku, Skënder Tahiri, Bajram Dibrani e Sheremet Jashari janë paraqitur në gjykatë në rastin ku ata akuzohen për veprën penale për krim të organizuar e friksim të 2 dëshmitarëve të mbrojtur në rastin Drenica 1. Lushtaku në seancë është deklaruar se do të mbrohet në heshtje. Prokuroria pretendon se ata si grup kriminal kanë kryer veprat penale pengim të dëshmisë apo procedurës zyrtare dhe friksim gjatë procedurës zyrtare nga qershori 2013 deri në shtator të 2015, duke i detyruar 2 dëshmitar që të ndryshojnë dëshmitë e tyre në rastin Drenica. Akuzat në rastin Drenica lidhen me keqtrajtim të civileve në Likoc gjatë luftës. Për të tashmë janë dënuar disa persona.
Përfaqësues të fermerëve dhe të kompanisë Vita kanë kërkuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë që të publikohen rezultatet e analizave të qumshtit Vita. Elvir Uka, përfaqësuesi i fermerëve, tha se nuk janë duke kërkuar asgjë posa asaj që janë dakorduar me Ministrinë e Bujqësisë. Kurse Kushtrim Tigani, përfaqësues nga qumshtoria Vita, tha se Ministri në detyrë i Bujqësisë Armend Muja në takim u ka thënë se rezultatet do t'i pranojnë më 10 korrekt. Ne po kërkojmë vetëm se rezultatet e qumshtit të datës 2 korrekt që janë marrë në qumshtore, që neve na thot kompania që kinë se me pretendime se kanë kapër bërje të vajt palmës dhe qumshtit pluhur. Këtë po kërkojmë, që të krijojmë një qartësi në konsumator dhe një siguri tek fermerët, të cilët kanë bo, domethënë, besoni që kemi në mesin e fermerëve, ndoshta që është kriju një hamulli tash se çka pas ka ndodhur, pse janë kriju këto teprica. Shumë përpjekjeve të kontaktojmë me kryeshefin e AUV-it, zotin Bekim Hoxha dhe ministrin Muja, nuk kemi marrë asnjë përgjigje. I kemi e-maila, domethënë që ju kemi dërgu për takim, nuk na kanë pranuar për takim, pastaj kemi qenë detyruar dalim edhe të flasim vetëm të vërtetën. Në atë ditë kur kemi qenë unë si përfaqësues i Vitës dhe fermerat, jemi dakorduar që qumshtin t'ia fillojmë marrjen e qumshtit për fermerave dhe t'ia fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet, ministri tha, do më vinë mua me datën 10, unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet, 3-4 ditë do të dalë edhe unë me rezultatet e juja. Ne kemi marrë garancionit që rezultatet e mostrave të marra me 2/7/2026 të qumshtit Vita, në vendim të posaçëm të 2/7/2026, në numër e konsiderueshëm të inspektorëve të i dërguar qumshtorës së shpejti dhe pastaj do të i publikojmë edhe ne. Produktet që importohen, rezultatet analiza, të dalin brenda ditës. Maksimumi brenda pak ditëve ose pse kjo pas qartësi ndaj produkteve vendore. Ne si shoqat jemi zotuar tek Vita se Ministria shumë shpejt do të i publikojë rezultatet, por nuk ka asgjë konkrete deri më tani. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.